Në Malmö, në Suedi, shuhet poeti dhe publicisti Zenel Peposhi, amaneti I fundit të prej në dhe. Në kujtim të Zenel Peposhit, më 3 tetor 2025 në Malmö të Suedisë ndroi jetë në moshën 90 vjeçare poeti, publicisti, përfilmtari I çështjes kombëtare, Zenel Peposhi, I njohur me emrin letar Zap Lusna, I lindur në familjen e madhe Peposhit Lumës. Zeneli misheronte njeriu në rezistencës kundër komunistit, poetin e shpirtin liridashës. Në vitin 57 familja e tij u arratis jashtë vendit, po ai I mashtruar nga premtimet për amnesti u kthye në Shqipëri dhe u arrestuar në vitin 1959, u dënuar me 25 vjet burg për tradhti ndaj dheu pa prova, duke kaluar 19 vjet në burgjet e regjimit nga bureli në Ballsh me torturësh dhe punësh të rënda. Pas lirimit u internua në Peqin, prej nga ku arratis sërish në vitin 79, duke kaluar kufirin drejt Kosovës e më pas në Austri dhe Francë. Në mërkim Zenel Peposhi u bë zë I fuqishëm I diasporës antikomuniste, themeloi frontin e rezistencës antikomuniste, organizoi protesta e shkroi vazhdimisht në shtypjen e Mërgatës kundër diktaturës për çlirimin e Kosovës, që nga viti 82 jetoi në Malmö, ku u martua dhe krijoi familje duke krijuar dhe ka vazhduar të botojë poezi. Pas viteve 90 botoi veprat Dhimbjet e Territ, Çiftelia e Lumës, Me qenë apo mes qenë, Kronika një jetë në liri dhe së fundit Dasma e fundit në shtëpinë e Xhep Ramës. Ishte poliglot, autori I fjalorit suedis shqip, Zenel Peposhi mbetet simboli I qendresës, lirisë së fjalës dhe dashurisë për kombin. Amanetin e tij të fundit ishte të prerë në Lusën e dashur pranë vëllait, Kadri Peposhi, të vrarë nga partizanët në vitin 44. Me ndarjen e tij nga jeta shuhet një dëshmitar I rrallë I horrorit komunist dhe pjesë e gjallë e historisë shqiptare. Ceremonia e varrimit do të bëhet në 10 tetor në Lusën të Kukësit.